duhet me e pyetje një tjetrin sa herë vjen muaji i madhëshëm i Ramazanit. Çfarë është ky muaj? Edhe pse vjen ky muaj? Edhe për kë vjen ky muaj? Një muaj për të cilin Allahu subhanahu wa taala na përmend sa ajete në Kur'anin famlar, duke na treguar për vlerën e tij, për madhështinë e tij, si për të na thënë kujdes, ky është momenti juaj. Kujdes, se këtë muaj të madhëshëm e ka mbrojtur këtë për ju. Dhe vjen ky muaj i madhëshëm në të cilin Allahu subhanahu wa taala na tregon se është muaji i besimit, është muaji i përkushtimit, është muaji i Kur'anit. Dhe e vullos me një fjalë të madhe kur thotë as-sawmu li wa ana ajzi bihi. 6 fjalë. Agjërimi është i imi, edhe unë e jap shpërblimin për të. Me e pa në gjuhën arabe, në 6 fjalë 3 herë Allahu subhanahu wa taala përmend veten e tij. As-sawmu li, i imi, wa ana, edhe unë, ajzi, shpërblej, unë shpërblej për të. Pse? Që me e kuptu gjithë se cili për në shëdashmet e mi, se këtë muaj është muaj i besimtarëve të cilët Allahu azza wa jall i fton drejt dashurisë së tij. Dhe në momentin që i hyn në huzur të Allahu subhanahu wa taala, në momentin që i jep përgjigje atij azza wa jall me aq çfarë ka kërkuar, ti në fakt ki hyn në një oazë të madh në krye të cilit shënohet udkhuluha bi salamin aminin. Ashtu si kur se jemi në paqe dhe të sigurt, edhe të gëzuar me njëri tjetrin, edhe të qetë, edhe të lumtur, edhe në prehje. Kur hym në këtë vend dhe në këtë shtëpi të bekuar, ashtu dhe kur hym në muajin e madhëshëm të Ramazanit, në fakt po hym në një vend ku shënohet më të madhe, udkhuluha bi salamin aminin. Dhe ku thuhet më të madhe, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është i imi, edhe unë e jap shpërblimin për te. Si të thush, marrëdhënia e jote si besimtar është vetëm Allahu azza wa jall. Zoti i gjithësisë të thotë, hajde, se tash është momenti edhe stina e jote me mua, unë edhe ti, edhe askush tjetër. Allah. Mendoni për pak. Ky është muaji i njeriut për me gjetë Zotin e tij. Nëse agjërimi është i Allahut, ti i kujt je? Pyetja që duhet me ibadetes gjithë secili për nesh në këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit është: unë i kujt jam? A jam i Allahut? A jam i pejgamberit? A jam i Kur'anit? A jam i epsheve? A jam i hutimit? A jam i përtacisë? I kujt jam? A jam i shejtanit? Zoti na ruaj. Allah subhanahu wa taala ka thënë në këtë muaj nuk ka shejtan. A jam të keqes? Allah azza wa jalla do thotë këtë muaj nuk ka të keqe. Janë një ndër të xhenemit. I kujt jam atë? Ky muaj i madhëshëm i Ramazanit të dashur të mi vjen për me e forcu për herë e më tepër bindjen dhe besimin në Zotin tonë. Një muaj në të cilin bëjmë një itikaf të madh shpirtëror. Jo vetëm itikaf në fizik në 10 ditë të fundit, por një itikaf të madh shpirtëror, 30 ditor me netët e tyre me Allahu subhanahu wa taala. Për të marrë dhe për të dhënë dhe për të bërë traditë e jona pas këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit, itikafi shpirtëror me Allahun azza wa jall në çdo prymë dhe në çdo moment të jetës sonë.